Ok, të dashur miq, selam aleikum. Takohemi sot në datën 16/4/2025. Në Tiranë është data 15/4. Unë lidhem nga një kafe këtu në Kuala Lumpur dhe sot, domethënë në këtë video të shkurtër, do flas me Alger Skënderin për fushatën zgjedhore në Shqipëri. Për ata që kanë ndjekur lajmet, besoj ju e keni parë se çfarë po ndodh. Partitë politike që nga partia e Lul Bashës te partia e Tondoshit e Edi Ramës, të gjithë po kërkojnë që të marrin mysliman me Bismillahirrahmanirrahim edhe me Shamira në partitë e tyre. ë, dhe të gjithë partitë politike janë të dëshpëruara që të kenë kandidat mysliman, nga që e dinë që myslimanët përbëjnë një shumicë në vend, e cila mund t'i ndihmojë ata në zgjedhje. Kandidati i PD-s së Euroatlantikëve të Lul Bashës, Lum Seferi, e nisi një nga videot e tij me Bismillahirrahmanirrahim. Sali Berisha, si gjithmonë, që i ka frikë myslimanët, ka refuzuar që të marrë ndonjë mysliman të deklaruar, por PD-n e ka mbushur me fashist islamofob, njerëz që nga agron Gjekmarka e gjithë ta egërsirat e katolicizmit në Shqipëri. Ka futur edhe Mesila Dodën, një fundamentaliste katolike. Dhe në anën tjetër kemi parë që edhe Edi Rama ka vënë si kandidate për deputete një vajzë me Shami Edlira Dyrmishaj, ndërsa partia e Tomdoshit ka zgjedhur Burbuqe Islamin. Në ditët e fundit në rrjetet sociale janë lëshuar sulme dhe ofendime të mëdha kundër Edlira Dyrmishajt, pasi ajo ka dalë me Edi Ramën në krahun e tij në hapjen e fushatës elektorale, dhe shumë nga kritikuesit i kanë thënë si ulesh ti me një person i cili u dekorua nga presidenti i Izraelit, i cili po bën genocid në Gaza. Në anën tjetër, Rama është haptas në krah të gjenocidit të Izraelit. Ai ka frikë mos përfundojë në burg si Lalieri dhe mendon që zionizmi do të jetë mbrojtja e tij, por sikur pam edhe me rastin e Lalierit, zionizmi nuk e mbrojti edhe. Dhe tani që të flasim, kam Algert Skënderin, i cili në ditët e fundit është duke bërë fushat, të paktën në Facebook, për Burbuqe Islamin. Algert, si i shikon zgjedhjet që po vijnë? Nuk e njoh kush është kjo burbuqja, po s'ka problem. Zgjedhjet fatkeqësisht i shoh si gjitha zgjedhjet e tjera, ku muslimanët janë humbësit më të mëdhenj të zgjedhjeve, për vetë faktin se muslimanët nuk din të orientohen ose nuk kanë bari, u besojnë shpifjeve të veta, u besojnë konspiracioneve që veti këta i nxjerrin, edhe kam frikë se do jenë humbësit më të mëdhenj. Kështu e shoh. Nga ana tjetër ata janë rastin e Edlira Dyrmishajt, domethënë atë vajzën që ka dalë me Ramën, pse po ndron? Po e mbroj sepse ajo po sulmohet fatkeqësisht nga njerëz që deri para pak muajsh ishin musliman, ishin vetë përfaqësues të Partisë Socialiste, të cilët për një arsye apo tjetrën, që jam shumë i bindur janë personale, janë larguar nga kjo parti, edhe gjithë dufin apo inatin e shprehin nga tek kjo vajzë. E para. E dyta është edhe opinioni publik, të cilët ndoshta nuk janë mësuar me Shamin edhe sulmojnë të, ose janë nga ana tjetër edhe vetë muslimanët, të cilët u duket një habi
pse pikërisht një vajzë me shami hyn në politik, pasi jam mësuar që vajzat ndoshta t'i shohin në prapavi apo në kuzhinë, siç i thënë më shqip. Edhe prandaj, po, unë di që ka edhe kandidatë të tjerë besimtar me Partinë Socialiste, që ju nuk i përmendi, nuk e di pse edhe ti jo, ndërta është edhe një ish mëfti, fjala bie, domethënë Hoxh mëfti nuk ka ku shkoj më lart, i cili kandidon për Partinë Socialiste. Po Ali Hallaçi i Kukësit. Adi Hallaçi. Atëherë pse nuk përmendet fare, pse nuk sulmohet, ose ndoshta edhe kjo vajza është garon në njësinë më të madhe të Tiranës, ku ka rreth 120.000 votues, që është më shumë se sa votues më shumë se sa disa qytete të marra së bashku, fjala bie në Përmet apo në Gjirokastër, janë vetëm këtu në këtë zonë, edhe u mendoj që është edhe afër kalimit si deputete. Kjo është një ndër arsyet që sulmohet pikërisht ajo. Ky Jo, është Elker, besimi personal. puna është këtu që, okej, Edlira Dyrmishaj ka të drejtën e saj që të kandidojë për PS-n, Po. sigur edhe Ali Hallaçi, dhe mirë bëjnë, por puna është që këtu ne kemi të bëjmë me një çështje etike. Në një moment që Kush udhëheqësi kelet Isa etika këtu? Këtë dua të di unë. Unë këtë dua të Po. di. Kush kelet etika? në një kohë që udhëheqësi i Edlirës dhe Aliut shkon në Izrael, merr çmim nga ky vend genocidial, ku e deklaron Hamasin organizatë naziste, ku mbështet fal, genocidin, prit ta marr, Olsi. ku mbështet genocidin e Izraelit, dhe në anën tjetër Po. nuk kemi vetëm Aliun edhe këtë Edlirën, por kemi edhe musliman të tjerë që nga Pers Pahiu, kryetari i KMSH-s, i cili në ditët e fundit të Ramazanit ishte në iftar me Edi Ramën dhe me Joel Kaplanin. Kemi Imam Bilal Teqen dhe Ahmet Kalan, ku Ahmet Kalaja edhe i thriti azanin Joel Kaplanit. Tani, si besimtar musliman, si kur thot edhe profeti Muhammed në hadith, që kur e shikon një të keqe, atë duhet të ndalosh me dorë, po nuk munde me dorë, ose të paktën me zemër. Shfaqjet që ne shohim, një moment, shfaqjet që ne shohim, tregojnë që këta musliman publik e kanë shitur fenë e tyre për një copë bukë. Dhe këta musliman prit ta mbaroj. Apo do flasësh vetëm ti, se unë të lash. Ta mbaroj unë. Po, para se ta arrim në konkluzione, se unë besoj që ti je i drejtë dhe unë jam i drejtë. Ti do drejtën dhe unë e dua drejtë. Kupton? Tani, konkretisht. Prit ta mbaroj fjalën, prit. Jo, nuk mund ta mbarosh me atë genocid që po ndodh. Ta musliman, Ahmet Kalaja dhe Bilal Teqja, kur shohin një person si ky Joel Kaplani, i cili është me video në Gaza duke vrarë muslimanët, minimumi që duhet bënin është që të hiqnin nga ai iftar, ndërsa po të ishin musliman të vërtet, ata duhet të çoheshin dhe publikisht ta denonconin këtë kriminal për muslimanët që i ka vrarë. Ose le të thonin, pajtohem edhe unë të denoncimi i këtij kriminali për muslimanët që ka vrarë, ose për bërjen e luftës, për marrjen pjesë në një luftë në një shtetas, në një shtet tjetër, për të denoncuar, këtu jam edhe unë dakord. Por iftarin ishte host apo mikpritës ishte Kryeministria e Shqipërisë. Ose zyrtarisht ai tha unë me Lindën, domethënë Edi Rama dhe Linda Rama. Të tjerët ishin të gjithë të ftuar, ku nuk ka asnjë faj që nga i pari i KMSH-s, që nga i pari i Tiranës, Mëftiu, apo Hoxha ndoshta më popullori i Tiranës apo i Shqipërisë. Këta ishin të ftuar në një iftar, edhe për mua kjo është mirë kur të ftojnë në iftar me një vrasës, në qoftë se ti këtë vrasësin nuk e arreston dot, edhe ta çosh në burg,
Sigur Edi Rama Jo, ka quar Bujar Hysën dhe Genci Ballën dhe sa mysliman të tjerë, nëse nuk e bën dot vetë gjë. Minimumi hik nga iftar. Allahu myslimanët në surën në Kur'an e nëse harrova cilën sure kur për atë xhamin e Zararit e urdhëron profetin që kur munafikët bën atë xhamin e Zararit në Medinë, ku donin që t'i mhm. merrnin besimtarët dhe t'i bënin palë me ta, Allahu dhe Xhibrili e urdhëroi profetin që mos shkote xhamia e munafikëve. Dhe e njëjta gjë duhej bërë me iftarin që u organizua, po të kishim pak burrni. Unë Unë nuk e jam kuptoj që, më dakord, fal, sepse unë e kuptoj që po ata të nuk e s'po më lë të unë e flasë kuptoj burri që ata deo nuk e tash. kanë burrnin time, që ti dalin e Ramës në televizion, në media dhe ti thoni e Jo, kriminal dhe po bën gjenocid. Nuk e jo, kanë. jo, nuk ka lidhje fare burrnia këtu, më vash, lidhje Dhe ka po burrnia. mbështet dhe po Ai mbështet është një kryetari, person që ai ka marrë është pjesë në kryetari, gjenocid. më fal. Joel Kaplani ka ardhur këtu si kryetari i një bashkësie fetare, të cilën zyrtarisht si bashkësi fetare e ka njohur Berisha, i cili dhe e ka sjell atë këtu në Shqipëri. Tani, ne çfarë duhet të bëjmë si musliman, nuk është të ikim ndaj nga iftari, ku kryeministri e ka shtruar për ne, shkaku pse aty është edhe një kryetari i një bashkësie tjetër fetare, Jo, se nuk ne është kaq dim. kryetari i një Më bashkie fal, fetare. Ai është një vrasës, kryerabim. është një kolonel Okej, i ushtrisë okej, izraelite që dakor. tregon fotot e Ne nuk e tija dim këtë gjë. me krenari në Atëherë Gaza, ku që ta tregon dim se këtë si gjë, udhëheq. duhet Ju më e ke që në ta Facebookun e dim ti? Si ta dish këtë gjë? që I ne ke ta dim botuar këtë ashtu. gjë, duhet ta denoncojmë. Ti si Olsi, çfarë ke bërë për denoncimin e këtij personi? Unë atë person Se e ky kam është shteti jon, denoncuar me ky është shkrimë, shteti se jon. unë jam mbrapa diellit, unë jam në Malezi, Edhe çfarë do unë bëj? e kam bërë me, Por edhe një unë, minut, unë edhe me unë e atë kam bërë person me shkrimë, por nuk ulem jo, tavalin. rruga për të dalë te fitoria apo te vërteta, nuk është që ne të sulmojmë Bujar Spahiun pse hëngri iftar i ftuar me kryeministrin Edi Rama, ku Edi Rama kishte ftuar këtë donte aty. Dhe ul me Nuk Joel është kjo Kaplanin. rruga. Po rruga është që ne të hapim kallëzim penal ndaj këtij personi i cili ka marrë pjesë në një gjenocid apo në një luftë të huaj Do hapi e kallëzim cila penal dënohet penalisht. Ahmet Kalaja me Po, Bilal Teqen. Do hapin jo do hapim denoncim ata ne, kundër Joel ne, Kaplanit. jo ne, që në momentin që konkretisht sulmojmë Kalan, Teqen apo Bujarin, do të thotë Mm. që ne jemi problemi. Ja, me jemi problem. Nëse ne vazhdojmë me të njëjtën retorik, duke sulmuar këta që për mua bën gjën më të mirë që ishin aty, atëherë si do zgjidhet kjo gjë? Ne më shumë Okej. do përçahemi njëri tjetrin, Po edhe ai do jetë aty ku do jetë. Jo, po e por para, prit, e lira Dyrmishaj prit, tani që del me Ramën jo kishin, pasi ka marr po, dekorat në Izrael. medaljen. Atëherë, në Islam ka nata më e mirë e vitit në Islam është nata Kadrit. Dita më e mirë e vitit në Islam është dita të cilët izraelitët i shpëtoi Allahu nga gjenocidi. A kjo është dita më e mirë? Ku e mësove Po, ti? Ku e mësove ti? dita e Arafatit. Dita e Arafatit Ta është kanë dita e treguar te Dine Muhamedit. Hoxha këtë mohabet. Aha, Jo, okay. Po është çfarë dita e u Muhamedit. shpëtuan Edhe të marrësh izraelitët e medalje Benjamin për Netanyahu shpëtimin, që po vrasin muslimanët? më fal. Se këtu gaboni, këtu gaboni si musliman që nuk dini ti të jepni zgjidhje muhabet. Marrësh një medalje si shpëtimtar i jetëve të njerëzve është nder dhe krenari për çdo shqiptar, sidomos për çdo musliman. Në momentin që ne sulmojmë Ramën pse ka marrë medalje, atëherë ne automatikisht po kthehemi vetë në nazistë, që të themi jo, po duhet i kishim lënë neve te nazistët, jo po kështu. Jo vëlla, duhen ndarë gjërat. Medalja është tjetër, edhe qëndrimi i Ramës ndaj Hamasit apo Palestinës, më the tash është diçka tjetër. Tu duhen ndarë. Sepse aty është brenda asaj të medaljes apo asaj vizite, është brenda e mira dhe e keqja. Edhe ne në vend që të sulmojmë të keqen, ne po sulmojmë të mirën. Tu është problemi. Unë e di që ti Olsi personalisht ke qenë me vite që nga koha sa të njoh i sulmuar nga histeria e shpifjeve të vetë muslimanëve që vetë ata i besojnë ato që shpifin.
edhe ti më mirë se çdo njeri tjetër, personalisht ti, duhet ta dish që sulmet ndaj një besimtareje, pse është në krah të një partie fituese sipas të gjitha sondazheve, janë sulme boshe që ne na çojnë mbas me kohë. Ne nuk bëjmë asnjë përparim. Unë mund të numëroj Nuk po, një minut 1001 tani, arsye një sekond. Edvira Dyrmishaj, e cila një minut ka punuar ka punuar me ambasadën amerikane. Po nuk më intereson ku ka punuar zotrin gjatë kohës histerisë amerikane kundër muslimanëve, me procesin e deradikalizimit, me Iris Luarasin edhe këta ojë i qirësat e tjerë, nuk po e sulmon njeri për shamin e saj, nuk po e sulmon njeri edhe që ka punuar me amerikanët në kohën kur agenda e tyre ishte që të sulmonin muslimanët e Shqipërisë. E të lirën muslimanët që po e kritikojnë dhe po i thonë. Si ti kandidon, se e dira nuk ka për të zgjedhur deputete, që dali deputete e dira ka nevojë për mu del deputete. Mirë, inshallah. Për sa ka nevojë? Ka nevojë për 12.000 vota dhe e dira një minutë. Nuk është mirë, në rregull. Është grua dhe gratë ka nevojë për më pak vota sa më shumë. Okej, dhe e dira është 18-a në listën që ka vënë Rama. Jo, prapë këtë është e vërtet sepse lista sipas Po prit ta mbarojmë. Tani, më fal, në listën që ka vënë Rama, ato që do hyjnë në deputet janë rospijet që Rama disa mund të jetë patur edhe dashnore në të ardhmen. Këto ojë qirëset e fondacionit Soros dhe USAID-it, femra si Iris Luarasi me kompani, që kanë bërë. Do që bëjmë bisedë tani për zotit ku të orientohemi, apo do që tani po mos gënjeu por mos thuaj që do zgjidhet një sekond më po. Një sekond. Rama është fitues, një minutë prit pak. Rama është fitues edhe ne do të jemi me fituesit, se me humbësit kena provu 30 vite valla. Biles, edhe ku kemi mbështet Berishën pa kushte, pa kompromise, ai kur nuk na ka dhënë neve që nuk po thot njëri të mbështet në Berishën. Unë po them që e para, Dyrmishaj nuk ka për të zgjedhur. Një, e dyta, votat e saj, po pritet ta mbaroj, votat e saj do t'i marri Iris Luarasi me këto Spiropalet edhe këto femrat e Sorosit që Rama ka vënë në listën e sigurt. E treta, nuk po e kritikon njëri Dyrmishajn pse ajo do të kandidojë, sikur kandidon edhe kjo burbuqja për Tom Doshin. Kanë të drejtën e tyre. Por muhabeti është që duan të kandidojnë këto, sikur kandiduam edhe unë e ti te kjo lista e Gjuzit në 2021. Por kur kandiduam unë edhe ti, ne bëm grupin konservator musliman, dhe ne i apeluam muslimanëve dhe i thamë na votoni ne, se kur të vim neve, po erdhë, që s'na votoni njëri edhe një moment. Dhe çfarë neve ose të paktën unë i thash muslimanëve. Po të na votoni ne do luftojmë për drejtat tuaja në parlament, do kërkojmë që të lirohen nga burgjet të burgosurit musliman, që Rama i ka futur në burg. Për mua ata bën fajt madh që shkuan nga 3000 kilometra për të shiruar. Tani do më jesh flasë, po më mirë fajt marrë. I ka marrë të shndrimin gjithmonë. Një sekond, fajt madh po bën edhe Joel Kaplani, por ti nuk më flet më kështu për Joel Kaplanin. Edhe nuk e di pse ti. Po non ty, unë them hajde ta kallzoj penalist dhe ma përdor ti mund njëtin gjuhë edhe për Joel Kaplanin që ka ikur edhe ka vrarë musliman Gaza. Me Ahmedin dhe Bilalin po bie Joel. Po me Ahmedin me Bilalin, e lam Ahmedin me Bilalin. Tani jemi te këta muslimanët që kandidojnë për parti të ndryshme. Dhe po thoja, njerëz që nga Edlira te Burbuqja, hallallu qoftë që të kandidojnë, nuk i ndalon njeri. Por muhabeti është që e para shamin që ka në kokë, nuk duhet ta prostituojnë që të marri vota Edi Rama. E dyta, një minutë, po prit të mbaroj, Po jo, po prit të mbaroj, duro. E dyta, po mbaroje, po rritë kjo temë që të këndon përgjigje, jo të kalosh tema në temë përgjigje. E dyta, këto femra dhe pritani, mos u nxaft. E dyta, këto femra dhe këta meshkuj që kandidojnë për parti, që nga partia e Lulit deri partia e Tomit,
duhet thonë që ne po kandidojmë, por ne do mbrojmë muslimanët. Dhe kjo e tjera për shembull, duhet bënte atë që bëri kjo Burbuqja. Të dyja janë me shami këto. Po Burbuqja tha, Që unë nuk thot. bie do dakord tha me gjenocidin që po bëhet në Gaza. Dhe kjo e tjera që Po, është stop, të lutem, stop, këtu, okay, stop. qetëso, po. Sa po shoh në Instagram, deputeti që duam, datën 10 shtator vitit 2024, është kjo e Tom Doshit, ku kandidon për kandidate deputete në Partinë Socialiste. Pra, si mund të jetë kjo kundra gjenocidit me Tom Doshin, kur deri para 4 muajsh apo 5 muaj sa kanë kaluar, kjo i lutej Ramës që t'ishte kjo kandidatja. Si mund të fyej dikush inteligjencën time me një kaos të tillë? Ti mund ta bësh vlla, se ty të njoh. Ti je kundra të gjithëve për çdo gjë, kështu është e drejta dhe kaq, edhe je gjithmonë. Po jo para 4 muajve ti lutesh Ramës, edhe tash sulmosh ata që janë me Ramën për këtë arsye. Po prisë ti vetë ishe. Kjo është hipokrizi vlla. Jam dakord me këtë që po thua ti, por unë po them diçka tjetër. Unë e di që Burbuqja ka qenë me Ramën dhe unë të punon edhe në institucionet shtetërore. Pse një kandidat, lëri emrat, lutem, pse një kandidat shqiptar në Shqipëri duhet të prononcohet për luftën në Gaza? Këtë ta bëjmë të pyetje. Arsyet, më thuaj arsyet. Okej. Tani një kandidat që del si musliman. Unë nuk ja botën as kujt më dha për luftën Gaza. Unë ja botën për mien tim që rrezikon të bëhet ku dëgjoj Hungria apo dal nga feja apo vajzë nëse do kem mos ketë shamiem të tashe tjerë. Algert, më rregull, ti nuk e do Gazën, ka musliman që unë e dua më valla se dua Gazën. A do që të përgjigjem Gazën mos e kri. A do që të përgjigjem? Kush ka se du Gazën unë? A do që të përgjigjem apo jo? Mua, po ma, i sekond. Okej, nuk do që të përgjigjem, do të flasësh vetë. Me që pone për Gazën, unë e kam ëndër që të vdes në mbrojtjet atyre fëmijëve atje, vetëm me i kush që xhenazet më sjellni këtu edhe të mbarosin prashër, domethënë se kam amanet. A kupton? Okej. Se gjona të tjera pastaj. Inshallah të merr shënim e të lira Dërmishaj që në raportet që do bëj për USAID-in me Rislu Arasin, jo të përmendi rastin tënd si një person që je i radikalizuar dhe ke qef ti kështu luftosh. Po jo, s'jam fare radikalizuar unë, më fal. Ajo është tjetër gjë në mbrojtje të fëmijëve. E po jo, je radikal sipas USAID-it edhe fondacioneve që sponsorizojnë amerikanët, po duar që të bësh luftë në një vend të huaj, je radikal. Në këto momente me dëshirën tënde që është prehër, ti u rreshtove me Imam Genci Ballën dhe Bujar Hysulla, nga që por jo me Joel Kaplan. Jo vase, ata të dy bënin edhe sa gjëra të tjera, çonin gra dhe fëmijë andej, kështu që unë nuk thash të çoj fëmijën tim atje. Tani të përgjigjem pak për pyetjen që më bëre para 5 minutash? Tani ti the unë nuk votoj për Gazën. Në rregull, por ka musliman të tjerë që duan që personi që ata do zgjedhin në parlament, se dëgjoj, këta njerëz për shembull, këto femra me shamie dhe këta burra me Bismillahirrahmanirrahim, apo njerëz sikur e Gerd Haxhiu i Meclisit për shembull që po kandidon për partinë e Lulit, partinë Euro-Atlantike, unë e quajta e Gerd një ditë në komentet e mia thash ky është afroaziatiku jon, edhe pse po konkuron në partinë Euro-Atlantike. Tani është djalë zakonisht i mirë. Këta persona edhe trimë e çunga eksterës. Bravo. Tani këta persona kur po kandidojnë, ne si votues, të paktën njerëz si puna ime, presin që numër 1, kur të hyjnë në parlament, të mbrojnë të drejtat e muslimanëve, të kërkojnë që në Shqipëri të jepet fund apartheidit kundër muslimanëve, të kërkojnë që vendi i tyre mos të bëhet në një vend mbështetës ndaj terrorizmit zionist, të kërkojnë që policia e antiterrorit të mos fusin dhe mos përndjekin njerëz si puna ime dhe jotja vetëm për një falë. Vazhdo se erdha një. Dhe çfarë ne kërkojmë nga kandidatët tanë që duam që të zgjidhen në parlament, është që këta kandidat duhet që të mbrojnë interesat e muslimanëve.
Por çfarë ndodh me rastin e personave sikur Edlira Durmishaj, është që këta persona thjesht përdoren nga Edi Rama. Edi Rama thjesht merr votat e myslimanëve dhe më pas i fut myslimanët në burg me policinë e antiterrorit. Unë dhe ti e di shumë mirë, e kam provuar në kurrizin tim terrorin e policisë antiterrorit. Unë mu prej internetit do ta presim këtu. Selam aleikum. Okej, resume. Edhe që po thoja, persona si puna ime, çfarë kërkojnë? Kërkojnë që këta persona që dalin si musliman, se mund të ketë njerëz që bëjnë shami dhe nuk janë muslimanë, ndoshta ka njerëz që janë me kancer, kanë bërë kimioterapi dhe ju kanë rënë flokët dhe bëjnë shamin, ë? Por këta që pretendojnë që hynë si musliman, duhet thonë që ne po kandidojmë si musliman dhe ne si musliman do mbrojmë të drejtat tuaja. Unë kam kundër që persona si e tjera të konkurrojnë për PS-n, si Burbuqja për PSD-n, si ai Ligian Idrizaj, ai çami musliman i Shkodrës për PD-n, ose si ky Egert Haxhiu për PD-n e Lulit, le të kandidojnë. Por puna është që nëse këta persona duan votat e muslimanëve, këta duhet që të luftojnë për të drejtat e muslimanëve. Kjo është komenti im. Bëj konkluzionin dhe mbyllim inshallah videon se më pre edhe linja e internetit të kave që. Dakord. Atëherë, të kërkosh përfaqësim në parlament duhet ta bësh si një parti islame, minimumi e para. E dyta, edhe jo, ne kemi tentuar disa herë, jo ne, po shumë të tjerë, përveç nes, nuk kanë arritur sukses, domethënë as 1000 vota, ndoshta 900 e më tepër që kanë mbledhur në rang kombëtar, kanë mbledhur një herë Kreshnik Osmani në 2011, mos gaboj, ku i kishte shumicën e kandidatëve hoxhallar. Edhe kjo fakti se këtë lloj xhamati ke me pak fjalë. E kupton? Tani nga 2011 deri në 2025, nëse ne jemi dy fishuar, edhe kjo do kthej edhe dy fish në vota, do thosha që do merren 1800 vota në rang kombëtar. Kështu që është projekt i dështuar paktën për kushtet dhe rrethanat që ne jemi. Këtë desha thosha edhe që në fillim që unë mendoj ne duke mbështetur një kandidat në partin fituese, vetëm atëherë mund të hyjë zëri ynë në parlament apo të mbrohen interesat tona. Kupton? Është pak a shumë tash ngjarja. Dhe çfarë thua ti është që Edlira Durmisha kur qen parlament do mbrojë Palestinën, do kërkoj që të lirohen muslimanët nga burgjet, do kërkoj që të jepet funda partijit. Që tani e ka mbrojt Palestinën se kishte postimin e saj para 6 ditësh që atje po bëhet gjenocid. A kupton pak a shumë. Kështu që ajo që tani para se aty po e mbron me ato që ka. Po them që të përfaqësohemi që ky lloj mbrojtje të arrijë në parlament, duhet të mbështetsim këtë. Unë duhet të jap vetëm rastin e Kosovës. Hoxhallar, a më dëgjon po? Hoxhallarët në Kosovë ke me video, me zë, me audio, thoshin që kush voton vetëvendosjen është qafira, çfarë po dëgjon, është harama. Më the tash, ke plot video. Ne kemi edhe atë shokun ton përbashkët, atë që unë i them Bjonde dhe ku di unë. Që është zëvendësministër ose deri më dje ishte, se qeveria re sot. Bërit mundur kandidimin e muslimanëve në brenda partisë vetëvendosje, ku mos gaboj numëroheshin 12 ose 14 musliman deputet brenda vetëvendosjes që ishin me namaz, që falnin 5 kohë namazit. Edhe kjo vazhdoi derisa ata dëgjuan përsëri mend e shejtanit, edhe u ndan nga vetëvendosja për të krijuar një parti të tyre, edhe kësaj herë nuk i kemi më në parlament. Deri para ndoshta sot është dita fundit që krijohet parlamenti i ri, me pak fjalë. Sot janë, po nga nesër s'do jenë më. E kupton?
Kështu që ne kemi shembull sa të duat, më fal. Shembulli, dëgjoj 2 minuta se na pritet video. E kemi Jo, jo, prit, kemi shembull sa po do na duat, pritet të video gjitha se do janë na mbaroj projekte të minutazhin. dështuara. Jam dakord me ty me rastin e vetëvendosjes, por edhe këta djem kur Po hyn vetëvendosje. atëherë është e njëjta gjë edhe këtu vlla. Po mirë, kur hyn vetëvendosje, çfarë bën ata për Palestinën? Kur hyn në vetëvendosje, çfarë bën ata për Palestinën? E lan Albin Kurtin që të hapi ambasadën e Izraelit. E lan Albin Kurtin që të bëjë çfarë do dojë me izraelitët. E lan Albin Kurtin dhe në qeverinë e tij që tregohet armiqësore kundër Hamasit, Hezbollahit dhe Iranit. Domethënë, ata hyn parlament. Ata hyn parlament, po çfarë bënin aty me Albinin? Zgjidhja e cila është vlla? Këdo në parlament do e lirën me që ke qef ta përmendesh apo i risin? Tani i risin e ke 100% tim parlament se Rama do ta zgjedhë se s'bën. Jo, unë do doja që të ishte e lira. Atëherë në rregull, nëse do doje një moment. Edhe e lira, edhe burbuqja. Edhe a ka mundësi edhe Bilal Teqja me Ahmet Kalan, por puna është që kur të në parlament nuk duhet t'i thon Amin Joel Kaplanit, por duhet t'i thon Amin Islamit. Duhet thon që ne jemi muslimanë, ne kemi identitetin ton. Ti e di për shembull që po pikërisht pra se që ti thonë një sekond, prit ta marroj, një moment ta seroj këtë për ata që na shohin. Ti e mban mend një moment ti e mban mend po prit më prandaj po sulmohet më tepër ajo. Prandaj po sulmohet. Ti e mban mend gjatë kohës kur Sandor Leshaj ishte ministri i brendshëm, Edi Rama me Tilda Gjonajn që Rama e ka futur Etidën në listat e sigurta, futën në sistemin 41 bis dhe po vrisnin Imam Gjenci Ballën. Dhe ishte i kujtim Gjuzi, që tallën edhe shumica e muslimanëve, i vetmi me kujtim Gjuzin ka marrë kam zgjedhur rajonin numër 6 më burrë. Po ta arreston harrove. Ti dhe kujtimi më nxorën nga burgu kur më arrestoi Edi Rama. Çolla bukur kur ishte rajon. Por ishte i kujtim Gjuzi që çoi u çuam parlament dhe i tha këtij pisit katolik Sandor Leshit, i tha çfarë duke botha pse po e torturon imamin. Okej? Dhe ne na duhen ashtu njerëz. Domethënë neve në parlament unë uroj që Ed Lira, Burbuqja, e gjithë futet në parlament, edhe pse unë nuk besoj se Edi Rama do ta fusi, por këta persona kur të futen nuk duhet të bëjnë atë që bëri Ahmet Kalaja që i thriti azanin Joel Kaplanit. Unë po tisha në vendin e Ahmet Kalas apo Bilal Teqës, do t'i kisha shkuar, do kisha marrë mikrofonin e do t'i thoja ti zagar, ti vrasës, Joel Kaplan, ose ti dil, ose ne do ta lëmë këtë iftar dhe do ta lëmë Edi Ramën me gisht në gojë. Po si të dali kur e ka bërë Berisha kryetar komuniteti të ebrejve. Jo, Berisha jo, prit për një minutë një sekond më. Berisha le ta bëj atë kryetar komuniteti dhe ai ka drejt që të bëhet sepse është çifut Ukrainas, e themeluan prit një minutë. Por ai person duhet hyn burg se ka vrarë njerëz. Edhe Bujar Hysa, imam i xhamis të Kasharit ishte, por Edi Rama me Gledis Nanon me Bashkim Lavnicën i futën prangat dhe kalbën burg. Zyrtarisht imam ai. Dhe po mirë, jo, ishte zyrtarisht për xhamin që kishte vetë. Po nuk ishte hoxha i Gylenistëve, ishte hoxha i tarikatit B, por ishte zyrtarisht edhe Joel Kaplanin shumë çifut nuk e njohin. Dhe kur ka ardhur në Shqipëri, kanë protestuar çifutët dhe thanë që charlatan që erdhi. Mos i vjen muhabeteve teologjike, por them këtë gjë, që muslimanët duhet të kenë principe, nuk duhet të lëpin aty ku kanë poshtyr. Joel Kaplani duhet të çohej në mënyrë arbitrare minimumi nga muslimanët, e t'i thonin legen, çow edhe hik në Izrael, ose hik aty në sinagogën tate, nuk e bën këtu me ne. Dhe duhet që zyrtarisht t'i kërkonin këtij Ervin Hoxhës, asi ka emrin ky ministri i brendshëm, që t'i thonin aty ku ke çuar Gjenci Ballën dhe Bujar Hysën, aty duhet ta çosh edhe këtë. Do ta mbyllim 1 minutë se na mbaron video. 1 minutë kohë, se do ta mbyllim.
S'kemi çfarë Okej, të bëjmë, këtë mbaron. gjë kërkova dhe unë te aktivistët besimtar. Por ata e lanë më njanë këtë gjë që ti kërkonin të përziej El Kaplani të tash, po preferuan të sulmonin bujarin edhe mos merreshin fare me Joelin, Okej, ose shumë hajde. pak. Allah Kjo e shpërblet. para. Miq, E dyta mm, është i kemi kriju, i kemi parë të gjitha projektet këto 30 vjet, e vetmja mënyrë është me partinë fituese, të hapim sa më tepër votën, ta konsolidojmë në të njëjtin vend, ku edhe nëse s'del, nëse dalin e, 9000, edhe atje s'bën 12 sa atje përgjithë, atje prapë në të lekë di tregohet Rama ty forca shumë. jonë. Atje në Të lekë di Rama që i dëshmohet, bën fushatin. të dëshmohet qoftë edhe me Ora, 5000 vota, të dëshmohet ora, forca jonë. Edi, shive videon më kur, jepi në postit. Ça posti do, ça ministri do, O se Edo, e duke po. Edo, ça numri, o Edo, Edo, jepi në i vën punë e këti në garajit të po. Ja, Alger, ti kam tha. Hajt, digjona. Salam aleikum, miq. Aleikum Digjona. selam, Trizoti.